Shqiptarët i kanë dhuruar botës personalitete, ndikimi i të cilëve ka qenë dhe vazhdon të jetë i dukshëm dhe shumë domethënës në pothuajse secilën fushë. Angazhimi i tij në vlerësimin e saktësisë së haditheve profetike e ka bërë punën e tij referenciale dhe të nevojshme për çdo studiues e ligjërues fetar. Ka fituar çmimin Mbreti Faisal në Arabinë Saudite, Muhamed Nasiruddin Albani, cili ishte rrugtimi i tij i dijes, cilat janë veprat e tij. Këto do t'u shpalosim në portret. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Dietarët janë si yjet, na orientojnë në rrugën e drejtë, ashtu siç orientohemi nëpërmjet yjeve. Janë ata që e njohin Allahun më së miri dhe ja kanë frikën më së shumti. Prandaj në udhëzimet e tyre gjejmë mesazhin e pastër dhe të sinqert, rrugën e duhur dhe të drejtë. Një prej këtyre dietarëve me nam botror është edhe personaliteti që do ta prezantojmë në portret, Muhamed Nasiruddin El Albani. Konsiderohet ndër dietarët më të rëndësishëm të hadithit në kohën tonë. Tërë jetën ja kushtoi hadithit dhe sipas shumë kritikëve bëri atë që askush nga bashkëkohësit e tij nuk e ka bërë. Për hapjen e gjerë të kontributit të tij, disa studiues e kanë parë si shenjë të sinqeritetit dhe pranimit të veprave të tij nga Allahu i madhruar. Për punën që ka bërë, ka marrë edhe çmimin Mbreti Faisal. Çmim ky që i jepet personaliteteve me kontribut të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme shkencore. Për popullin të cilit i përkiste, është nder dhe respekt që e patim. Së fundmi vendlindja e tij Shkodra i ka ndarë mirënjohje postmortem. Në përshkrimin e mirënjohjes nga i pari Shkodrës qëndron: janë modele që na bëjnë krenar dhe shërbejnë si udhërrëfyes përballë sfidave dhe vështirësive që na diktojnë kohët që jetojmë. Mirënjohje për gjithçka ka dhënë Nasiruddin Albani, ky emër i nderuar i botës islame. Në vazhdim ne po ju sjellim detaje nga jeta dhe veprimtaria e tij e mbushur plot me sakrificë për kushtim e kontribut. Hoxha Muhamed Nasiruddin Albani ka lindur në vitin 1914 në Shkodër. Ai u rrit në një familje të varfër, por me vlera fetare e kombëtare. Babai i tij ishte hoxh diplomuar në Stamboll. Kur Ahmet Zogu filloi të ndiqte politika që binin ndesh me parimet fetare, respektivisht ndiqte rrugën e Ataturkut, babai i tij, sikur edhe shumë tjerë, vendosi që të emigronte bashkë me familjen në Damask. Këtu në Damask, hoxha ynë Albani kreu shkollën fillore, por nuk e vazhdoi arsimin në shkollat shtetërore, sepse ju përkushtua mësimit fetar tek dietarët. Prej babait mësoi Kur'anin, respektivisht e memorizoi të tërin, pastaj mësoi gramatikën arabe, si dhe mori njohuri në fikun ose jurisprudencën hanefite. Më pas ju drejtua shkencës së hadithit, duke u përkushtuar tërësisht për të, derisa arriti që bëhet një emër referencial në këtë fushë. Për hadithin ishte frymëzuar nga revista Al-Menar e Sheikh Rashid Ridas. Migrimin në Sham, në Siri, hoxha shehte si mirësi e Allahut ndaj tij. Thoshte: mirësitë e Zotit ndaj meje janë të shumta, s'mund t'i numëroj dot. Ndoshta 2 prej tyre janë më të mëdhat: migrimi i babait tim në Sham dhe mësimi që më dha për profesionin e riparimit të orëve. E para më mësoi ta mësoj arabishtën, të cilën nuk do ta mësoja kurrë, po të kisha mbetur në Shqipëri. Dhe nuk ka rrugë për tek libri i Allahut dhe suneti i Muhamedit alayhis salatu wassalam, përveç se duke mësuar arabishtën. Dhe e dyta,
më dha kohë të lirë për të kërkuar dijen, sepse puna si on dreqës më sigurante të ardhura pa më marrë gjithë kohën. Po të isha marrë me ndonjë tregti tjetër, do të më kishte marrë kohë dhe do të më kishte mbyllur rrugën e dijes, e cila ka nevojë për kushtim. Në Damask, Albanin ju përkushtua bibliotekës Dhahirie, ku kalonte çdo ditë nga 6 deri në 10 orë, e dikur më vonë edhe deri në 12 orë. Shpesh flinte brenda saj, aq sa ndodhte që ta mbyllnim aty brenda natën dhe e hapnin vetëm në mëngjes. Si rrjedhoi, ai gjeti mënyra të ndryshme për të pasur libra, edhe pse ishte varfër. Madje merrte hua libra nga libraritë tregtare dhe i kthente sapo e përfundonte leximin e tyre. Dashuria për hadithin dhe për sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e bëri që të adoptonte metodën e selefëve. Leximi i veprave të Ibn Tejmijës, Ibn Kajimit dhe të dietarëve tjerë të traditës selefite e forcoi edhe më shumë në këtë drejtim. Shumë shpejt hoxha ynë do të bëhet emër i njohur në Sham dhe më gjerë. Ishin aktivitetet e tij edukative dhe shkencore që ja mundsuan këtë gjë. Ai mbante ligjërata 2 herë në javë, ku merrnin pjesë studentë të dijes dhe disa profesorë universitetesh. Po kështu kishte edhe udhëtime të rregullta mujore me qëllime ligjërimi. Ai vizitonte pjesë të ndryshme të Sirisë dhe disa rajone të Jordanisë përpara se të zhvendosej përfundimisht në këtë të fundit. Ai vizitoi shumë vende për mësimdhënie dhe ligjërata. Ka qenë në Katar, në Kuvajt, në Egjipt, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Spanjë, në Angli, Marok dhe Gjermani. Universiteti Islamik i Medinës e zgjodhi për të dhënë mësim në shkencën e hadithit për 3 vite me radhë, vitet 1962, 1964. Më pas u zhvendos në Aman, ku edhe jetoi gjatë gjithë jetës së tij. Megjithëse hoxha ishte larg nga angazhimeve politike, ai u përmball me pengesa të shumta dhe u arrestua disa herë. Ai u burgos një muaj në kalan e Damaskut, e cila ishte e njëjta kalan ku ishte burgosur dikur edhe Ibn Tejmija, dhe u lirua gjatë luftës së vitit 1967, kur ndodhi lufta kundër Izraelit bashkë me të burgosurit e tjerë politik. Por më pas është arrestuar sërish dhe kësaj radhe ka qëndruar në burg plot 8 muaj. Gjatë kësaj kohe ai përgatiti botimin e librit Mukhtasar Sahih Muslim të Hafidh Mundhiriut. Kontributet shkencore dhe shërbimet e hoxhës në fushën e hadithit fillojnë qysh herët. Fakulteti i Shkencave Islame në Universitetin e Damaskut e kishte ngarkuar për të bërë verifikimin e haditheve në kapitujt e shitblerjes për enciklopedinë e fikhut islamik që planifikoi të botoj në vitin 1955. Në kohën kur Siria dhe Egjipti ishin bashkuar, ai ishte zgjedhur antar në Komisionin e Hadithit për mbikëqyrjen e botimit dhe verifikimit të librave të Sunetit. Një universitet në Indi i kishte ofruar që të merrte përsipër drejtimin e katedrës së hadithit, por hoxha kishte refuzuar për shkak të vështirësive në udhëtim me familjen e tij, nga se në atë kohë India ishte në luftë me Pakistanin. Ai kishte një ftesë edhe nga ministri i arsimit të Arabisë Saudite, Sheikh Hasan bin Abdullah Sheikh, për të drejtuar departamentin e studimeve islame të avancuara në Universitetin e Mekës, por rrethanat nuk ja kishin mundsuar një gjë të tillë. Ai ka marrë pjesë në konferenca të shumta ndërkombëtare, megjithëse që shpesh për shkak të angazhimeve që kishte, nuk pranonte që të merrte pjesë.
Hoxh Muhammed Nasruddin El Albani ka lënë gjumë të pashlyeshme në veprimtarinë e shkruar. Angazhimi i tij në këtë fushë ishte i hershëm dhe vazhdoi pa u ndalur deri në fund të jetës. Veprat e tij të botuara dhe në dorëshkrim janë treshifrore. Disa nga veprat e tij më të njohura janë Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil, pastaj vepra silsilatu al-ahadith as-sahiha, pastaj vepra silsilatu al-ahadith ad-dha'ifa, pastaj vepra sahihu al-jami' as-saghir, vepra tjetër daifu al-jami' as-saghir dhe shumë vepra tjera. Albani në fakt hadithin e kishte projekt jetësor dhe e kishte titulluar Taqribu sunne bejne jedejil umme, prezentimin apo afrimin e sunetit para umetit, projekt ky që synonte qasjen e lehtë dhe të besueshme në hadithe. Përveç verifikimeve, Albani shkroi edhe vepra duke u mbështetur në hadithe të sakta, si për shembull ka shkruar veprën Sifatu Salatin Nabi ka'annaka taraha, pastaj veprën Ahkam al-Janaiz wa bid'uha e vepra të tjera. Ky kontribut i dhën ka bërë që disa ndjekës e dashamir nga dietarët ta konsiderojnë si një mujaddid ose reformator të kohës sonë. Albani dallonte edhe për tiparet dhe personalitetin. Nuk i pëlqente që ta lavdronte dikush, sidomos në pranitë të tij. Në të gjitha librat e tij nuk ka përdorur fjalën sheikh para emrit të tij. Njëherë kur dikush e kishte lavdruar në pranitë e tij, ai kishte qarë. Kishte frikë nga syfatësia, nga shtirja, nga riaja. Disa besimtar nga Bangladeshi i kishin bërë ftesë që ai t'ua bënte një vizitë studimore. I kishin thënë, ne jemi rreth 4 milion dhe dëshirojmë që na vizitoni. E kemi përgatitur një stadium që mban shumë njerëz për t'ju dëgjuar. Hoxha kishte refuzuar. Ata i thanë, ne po kërkojmë prej teje që të vish vetëm një javë, ndërsa ai refuzoi. Pastaj i thanë, eja për 3 ditë dhe prap refuzoi. I thanë, eja për 1 ditë dhe prap refuzoi. Atëherë i thanë, eja mbaje vetëm një ligjërat dhe largohesh në të njëjtën ditë me të njëjtin aeroplan, por edhe këtë e kishte refuzuar. Kur u habitën ata, njëri prej nxënësve të tij, Ebu Leila, e kishte pyetur, pse refuzuat hoxhë nderuar? Hoxha Albani kishte thënë, a nuk i dëgjove se çfarë thanë? Ata thënë se janë 4 milion. Mendoni sikur unë do t'i flisja një numrit të tillë? A jam i sigurt unë nga rreziku i rias i syfatësisë? Pra arsyeja pse kishte refuzuar, kishte të bënte me frikën për rian. Dhe ky është një mësim i madh dhe praktik se si një hoxh, një therrës duhet të ketë kujdes nga gjërat që në heshtje mund t'ia shkatërrojnë fenë atij. Hoxha Albani interesohej dhe përkushtohej për nxënësit e tij. I vizitonte kur ishin të sëmur, i telefononte kohë pas kohë, ju qëndronte pranë në sprova e fatkeqësisë. Hoxha ishte emocional, kishte një zemër të butë dhe shpesh i rrëdhnin lotët. Ai nuk dëgjonte një tregim prekës pa shpërthyer në lot. Një grua nga Algjeria i tregoi se kishte parë në ëndër duke pyetur për rrugën që kishte ndjekur profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj duke ecur saktësisht ai në hapat e tij. Hoxha nuk e duroi këtë tregim dhe shpërtheu në lot. Por sikur edhe çdo dietar tjetër, Hoxha Albani ka pasur kritik që e kanë vlerësuar dhe të tjerë që e kanë nënvlerësuar. Ata që e kanë njohur nga afër dhe kanë bashkëpunuar me të, apo që kanë qenë bashkohës të tij, e kanë çmuar shumë. Kjo nuk nënkupton se e kanë cilësuar të pagabueshëm, por se
kanë vlerësuar të mirat e shumta të tij në krahasim me gabimet dhe lëshimet që janë edhe pjesë e natyrës njerëzore, por edhe pjesë e punës shkencore. Ish muftiu i Mbretërisë së Arabisë Saudite, bin Bazi, Allah mëshiroft, duke folur për Hoxha Albanin, ka thënë: nuk kam parë nën kupolen e qiellit dietar të hadithit në kohën tonë sikur Muhammed Nasiruddin Albani. Kur ishte pyetur bin Bazi për hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu i dërgon këtij ummeti çdo 100 vjet në njeri që ja përtrin fen, ai kishte thënë: për mendimin tim, Hoxh Muhammed Nasiruddin Albani është reformatori përtrirësi i këtij shekulli. Allahu e di më mirë. Gjithashtu për Hoxh Albanin ka thënë: Hoxha Nasiruddin El Albani është prej vëllezërve tanë të njohur si muhadith të ehlis sunetit. Ne i lutemi Allahut për ne dhe për të që të na udhëzojë dhe ndihmoj në çdo të mirë. Detyra e çdo muslimani është që ta ketë frikë Allahun, të ketë kujdes nga fjalët për dietarët dhe të flet vetëm me këshill. Po kështu ka thënë, e njohim Hoxha Albanin për akide të pastër, thirrje të vazhdueshme tek Allahu, si dhe për përpjekjet e tij të mëdha në kujdesin ndaj hadithit, në dallimin e hadithit sahih nga hadithi dhaif dhe ai i shpikur. Hoxha tjetër, Muhammed bin Saleh El Uthaymin, e ka quajtur Albanin se hadithologun e kohës. E ka njohur shejhun, edhe pse pak, nga takimi im me të, ishte shumë i kujdesshëm për të punuar sipas sunetit dhe për të luftuar bidatin, qoftë në akide apo edhe në vepra. Nga leximi i veprave të tij, kuptova se kishte dije të madhe në hadith, në transmetim dhe kuptim. Allahu i ka dhënë dobi shumë njerëzve nëpërmjet veprave të tij, si në dije ashtu edhe në metodologji. Me rastin e vdekjes së Hoxha Albanit, sekretari i përgjithshëm i Akademisë së Fikut Islamik, Dr. Habib Belhoxhe, ka thënë kësaj: me vdekjen e tij ne humbëm një njeri që i shërbeu botës islame dhe ishte referencë për shumë profesor e dietar. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Islame, Dr. Abdullah bin Saleh El Ubeid, ka thënë: padyshim që vdekja e Hoxh Albanit është një humbje e madhe për ummetin islam. Sheikh Abdulaziz Al Sheikh ka thënë kësaj: Hoxha Muhammed Nasiruddin El Albani ishte njeri nga dietarët e këtij shekulli. Ishte njeri i sunetit, dashamir i tij dhe mbrojtës i tij. Hoxha, siç përmendëm edhe më parë, në vitin 1999 ka fituar çmimin prestigjioz Mbreti Faisal, i cili ju dha për përpjekjet e tij të mëdha në shërbim të hadithit, përmes botimeve dhe studimeve të tij, që kalojnë mbi 100 vepra. Në fund të jetës, Muhammed Nasiruddin El Albani u sëmur rënd, sëmundje të cilat e dobësuan shumë fizikisht. Ditën kur vdiq, thuhet të ketë rënë në peshë nën 30 kg. Megjithatë, Allahu e nderoi duke ia ruajtur qartësinë e mendjes dhe kthjelltësinë e kujtesës. Ai i njehte mirë vizitorët e tij, disa prej tyre madje edhe me emra, e disa të tjerë nga pamja. Ishte i lodhur në të folur dhe shumicën e kohës e kalonte në shtrat, por edhe në atë gjendje nuk pushonte së lexuari e kërkuari dituri. Nëse nuk mund ta bënte vetë, u kërkonte fëmijëve ose atyre që ishin pranë tij të sillnin ndonjë libër të caktuar dhe t'ia lexonin. Kështu ai kaloi më shumë se 6 dekada mes librave të dietarëve, duke studiuar dhe mësuar të tjerët deri në ditët e fundit të jetës tij. Para se të vdiste, ka lënë një testament që flet për
për kushtimin e tij, për zbatimin e fesë edhe pasi të ketë vdekur ai. Ja testamenti i tij. Për gruan, fëmijët dhe miqtë e tij, kur të mësojnë për vdekjen e tij, të lutën për faljen dhe mëshirën e tij, pa qarë me Zot të lartë e pavajtuar. Sa i përket varrimit, ka thënë kësaj: nxitojnë për ta varrosur, të mos e lajmërojnë familjen dhe të afërmit që janë larg, veç atë sa është e nevojshme për përgatitjen e varrimit. Larjen e trupit ja kishte besuar mikut dhe fëmijët e tij të sinqert Izzet Khidr Ebu Abdullah, bashkë me kë do të zgjedhte ai për ndihmë. Ndërsa për varrim kishte kërkuar që të zgjidhet varrimi në vendin më të afërt, pa e transportuar trupin e tij me makinë, në mënyrë që as përcjellësit të mos detyrohen të hipin në makina. Vendi i varrit të ishte në një varrezë të vjetër, ku nuk pritej që varret të hapeshin përsëri. Ai porositi gjithashtu që ata që ishin jashtë qytetit, kur do të vdeste, të mos lajmëroheshin para se të kryej varrimi, në mënyrë që të mos vonohej funerali për shkak të tyre. Ai e la amanet të gjithë bibliotekën e tij, librat e shtypur, dorëshkrimet e shkruara me dorë nga ai ose të tjerët, e la amanet që t'i dhurohet bibliotekës së Universitetit Islamik në Medinë, ku kishte kujtime të mira gjatë periudhës sa kishte dhënë mësim atje. Ai shpresonte që Allahu t'i bënte ato libra të dobishëm për studentët dhe kërkuesit e dijes. Hoxha shpesh lutej duke recituar ajetin kuranor nga kaptina Ahqaf: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Zoti im, më frymëzo që të falenderoj për begatitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ti kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. Hoxha vdiq para perëndimit të diellit, ditën e shtunë me 2 tetor 1999 në moshën 88 vjeçare në Aman të Jordanisë. Në ndarje të nderuar të rishikues, do të dënim që të vjerim disa mësime nga kjo jetë dhe veprimtari e begat e muhadithit të kohës Muhammed Nasruddin El Albanit. Në radhë të parë, shohim për kushtimin tonë si popull për të ruajtur fenë. Familja e tij dhe familja tjera të shumta kanë migruar në vende islame me qëllim të ruajtjes së identitetit fetar. Për kushtimin e prindërve për edukimin e fëmijëve e marrim si mësim tjetër nga biografia e tij. Babai i Albanit ju përkushtua edukimit të dëbjerit. Angazhimin pavarësisht kushteve dhe rrethanave e kemi si mësim tjetër. Ne pam se sikur shumë dietarë të tjerë të mëdhenj, edhe Albani duke qenë në burg realizoi projekte shkencore me vlerë. Pra nuk u demoralizua, nuk u thye shpirtërisht, por aty ku ishte, aty bëri atë që kishte mundësinë. Hoxha hadithin e kishte si projektit sor, të cilit ju përkushtua me tërqenjen e tij. Ne çfarë projekti jetësor kemi? Kjo flet se njerëz të tillë kanë qëllime të mëdha, kanë ambicie të mëdha, se duan që në këtë vatër testuese të lënë gjurmët e tyre. Ai që jeton për qëllime të larta nuk vdes. Allahu e mëshiroft Hoxha Albanin dhe të gjithë dietarët që i shërbyen fesë dhe shkencave fetare. Deri në takimin ton të radhës, qofshim në mbrojtjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.